Jam sot para jush për të çelur një kapitull të ri në mënyrën e komunikimit që unë si drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, por dhe të gjithë drejtuesit e drejtorive vendore dhe strukturave të tjera policore, duhet të kemi në raport me median dhe publikun. Policia e shtetit është një institucion në shërbim të qytetarëve dhe çdo veprim i yni ka një themel: garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Pikërisht për këtë arsye, ne e konsiderojmë transparencën një element të domosdoshëm të punës sonë, sepse vetëm përmes saj mund të ndërtohet besimi reciprok mes qytetarëve dhe policisë. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm policisë shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikojmë me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati i një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarje kriminale dhe shumë lajme që ne i japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. I kam pritur dhe dëgjuar këto shqetësime me shumë seriozitet dhe përgjegjësi. Kam kryer konsultime me specialistë të fushës, kam komunikuar me shumë nga homologët e mi në Ballkan dhe Europë dhe më rezulton se mënyra se si veprojmë ndikojmë negativisht në shoqëri dhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Nisur nga sa më lart, policia e shtetit do të zbatojë një formë të re komunikimi më të përgjegjshme, më të strukturuar dhe në përputhje me modelet më të mira evropiane. Dua të theksoj qartë, kjo nuk është një tërheqje nga transparenca. Përkundrazi, është një hap përpara drejt një transparence më cilësore dhe më profesionale, sepse ne besojmë se qytetarët nuk kanë nevojë për më shumë informacion, por për informacion të saktë, të verifikuar dhe të përgjegjshëm.